Kjo është pjesa e dytë në Kapital, në studio i ftuar zoti Ilir Meta, presidenti i zgjedhur i Shqipërisë, por aktualisht i angazhuar personalisht në drejtimin e fushatës së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Zoti Meta, për kuriozitet, një moshuar që ndjek politikën me pasion, me kuriozitet, po më thoshte që ishte gati pa besueshme që kjo fushatë elektorale këtëherë në Shqipëri të kalonte kaq qetë, kaq në mënyrë të paqët. Dhe ja ku më tha, plasi sheri, LSI-a, Partia Socialiste, do ndodhte diçka patjetër. Çfarë konkretisht ju ka zemëruar kaq shumë? Çfarë konkretisht e ndezi fitilin e zemërimit të Lëvizjes Socialiste për Integrim? Pse filloi sheri? Për te historisë që bëm dhe çfarë kujtohet? Tu nuk kemi të bëjmë me një sherr për LSI, absolutisht. Tu kemi të bëjmë me një problem që rilindja synon të manipulojë zgjedhjet. Këtë gjë rilindja u përpoq ta bënte duke lënë opozitën në çadër, duke bërë zgjedhje pa opozitën, mund t'i themi Ati Xhaxhait që ju ka pyetur juve. Kjo gjë nuk ndodhi për shkak të përgjegjshmërisë të LSI-së dhe të faktorëve të tjerë të brendshëm, por edhe të faktorit ndërkombëtar. Atëherë ajo që ndodhi është që i pamundur për të cënuar zgjedhjet me LSI-n dhe partitë tjera pa opozitën, zoti Rama në 3 orë e komprometoi Lulzim Bashën, ky është i fakti i njohur tash. Dhe e përdori atë dhe po e përdor për të cënuar standardin e zgjedhjeve. Dhe në radhë parë, si të gjithë vetëm një mjop nuk e shikon, që këtu kemi të bëjmë me një sinkronizim të dyve për të përmbysur ose për të bërë një puç elektoral të një vërtete që është kudo në terren, pasi të dy këta kryetarë që i kanë lënë pas dore partitë e tyre, i bashkon thjesht i shqetësim madh për të tjetërsuar me format presioni, manipulimi, jo vetëm votat e LSI-së, po edhe votat e gjithë forcave të tjera politike. Po të shikoni sulmi madh i PD-s ndaj PDU-s, apo edhe i vetë Ramës, po edhe ndaj partive të tjera. Kjo është fushatë elektorale. Jo, nuk është fushatë elektorale. Ju flisni për skenaro Gurzi, po çfarë konkretisht? Konkretisht skenaro Gurzi sepse për te retorikës, për te fushatës, për te... Eqet e njerëzve nga puna në mënyrë arbitrare, friksuese. Deklaratat që bëhen për të friksuar njerëzit për të mos votuar për partitë e tjera. Rajet e njerëzve siç ishte e 18 vjeçarit që ju nuk u bën përshtypje, që ndoshta ti të moshuarit nuk i bën përshtypje, pa i mund të ishte edhe një piti. Gjithçka tjetër don që po ndodh. Bllokimi i televizioneve nga 2 veta nga mëngjesi deri në darkë. Don që është një gjë krejtësisht e pa kuptim. Gjitha këto janë një cënim i standardit të zgjedhjeve, është mos e normale. Përdorimi i policisë, kemi disa raste të përdorimit të policisë. Si është përdor policia, konkretisht me episode? Kemi rastin e kryetarit të njësisë 2 administrative në Tiranë, Elez Gjoza, ku policia në funksion të Edi Ramës, unë e kam çuar mesazh Edi Ramës për drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe kam paremëruar që të jetë shumë i kujdesshëm për të mos u shtrydhur më tej në këtë histori. Çfarë bëri policia në njësisë 2? Policia bëri këtë gjë, që policia bëri një lajm, sikur administratori i SIS-2 ishte marrë me manipulim zgjedhësh e tjerë, kur kjo ishte tërësisht një falsifikim dhe kjo i referoi një çështje e cila kishte qenë prokurori që përpara vitit 2013 dhe ishte mbyllur atje, pra në rastet kur një votues nuk voton për shembull po themi kot në Korçë, po voton në Tiranë, nuk voton në Laprak, po voton në Kombinat. Dhe ngritja e kësaj çështje... Ajo ishte e çuditshme, pavarësisht, do të thënë mund të diskutojmë nëse ishte e sotme apo e vitit 2013. Po e çuditshme ishte. 70 veta që të hynë në një shtëpi. Ajo çështja thirrë këtu zotin Elez ta sqaroj atë çështje, më fal. Ajo është tjetër gjë, por i çështje që ishte e mbyllur. Në atë kohë nuk ishte arsye pse të hapej dhe ajo hap thjesht për të krijuar keq informim, për të bërë presion, për të bërë shantazh, jo vetëm kaq, por ajo është kthy në një polici tërësisht politike dhe ka drejt, sepse është policia që mban përgjegjësi për drogën që është bërë në Shqipëri, për kontenerët me drogë që kanë kaluar kudo në gjithë Europën, nuk kanë kaluar ato pa dijenin dhe pa mbështetjen e policisë, për mbjelljen e gjithë Shqipërisë me kanabis dhe natyrisht që një polici e tillë këtu do të shkojë dhe le të vazhdojë, nuk është një çështje tyre. Në Berat, zoti Meta, drejtori i spitalit dhe deputeti juaj po ndiqen përsëri. Është një mashtrim i drejtorit të policisë atje në Nurët e Agiçakos, as një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Edhe absolutisht, gjithçka është një lojë policeske, zotit Rama, me policinë. Një episod tjetër, ka njoftime për premtime për vende pune në këmbim të votës në burgun e Shkodrës. Nuk e di këtë gjë. To janë njoftime që krijojnë përshtypje se LSI-ja vazhdon. Shiko, këto. Zotri, LSI është Partia e Rinisë e pa dje gjithë Shqipëria. Nuk ka nevojë Rinia e Shqipërisë për vende pune, as burgun e Shkodrës, as në burgun e Burrelit. Kjo është qesharake. Premtime vende pune po bën Edi Rama e Lulzim Basha. E po thonë njerëzit, ikni këtej ju se gjoja keni ardhur te kjo parti për vende pune, se vendet e punës do ja japim ne. Te heqin këtë du nga puna, edhe këto 8 ditë që u kanë ngelur. Sepse në 25 qershor të dy do shkarkohen se si janë për atë punë. Dhe nuk mund të marrim qafi vend të tërë, as kur zihen kot, siç u zihen për reformën drejtësi apo për këtë tjetër, dhe nga ata vendi nuk shikon dot hajër as kur bëhen bash, se edhe kur bëhen bash bëhen për diçka që nuk është në interes të publikut, nuk është në interes të demokracisë, madje nuk është as interes të vetë partive tyre. Këta thjesht kanë interes të tyre personale, janë shërbim të oligarkisë. Kjo është një çështje mjaft evidente dhe opinioni publik mendoj që ka gjëra shumë të qarta, më të qarta ndonjëherë se ne vetë. Lëvizja Socialiste për Integrim ka çuar në kolegjin zgjedhor ankesën për çështjen e pozicionit të numëruesit në komisionet zgjedhore. Është kjo vërtet ende çështje e rëndësishme në Shqipërinë e vitit 2017? Kjo do të thotë se sipas jush ekziston ende mundësia që në tavolinë e numërimit ende të jenë të forta derisa ne kemi një potencialin për të manipuluar votën në mënyrë. Më fal, përderisa ne kemi një kryeministër i cili donte të bënte zgjedhje pa opozitën. Përderisa ne kemi kryeministër që s'ka kërkuar një falje për masat e tmerrshme që ka marrë mbjellja dhe trafiku i drogës në Shqipëri dhe nga Shqipëria për në gjithë Evropën. Aq sa mediat ndërkombëtare sot bëjnë thirrje dhe për izolim ndërkombëtar të Shqipërisë, të këtij leadershipi, për shkak se Shqipëria është bërë Kolumbi e Evropës. Për aq kosa ne kemi një kryeministër i cili mbushi parlamentin me element me rekorde kriminale, madje disa nga bashkitë kryesore të vendit. Dhe ndërkohë bënte moral për vetingun. E kështu me radhë. Kemi kryeministër që kërkon të përdor policinë kundër qytetarëve. Kemi kryeministër që i merr administratën me autobuse i bën xhiro në gjithë Shqipërinë, si me qenë në cirk, në mënyrë që të ketë atë fasadën e fjalimeve të tij me timoneve të psi. Sigurisht që kemi këtë problem, por absolutisht në mbrojtje të votës do të jenë mbi 200.000 trinj e të reja në 24 qershor, në 25 qershor e 26 qershor. Do të jenë në mbrojtje të votave në ç'kuptim, zoti Meta? Do të jenë në të gjitha kuptimet, apo angazhimi politik i tyre? Në të gjitha kuptimet, nuk do të ketë gjumë këto 10 ditë për gjithë trinjtë e Shqipërisë. Tu luhet për fatin e tyre, nuk luhet për fatin e Ilir Metës. Ilir Meta mund të rritë shumë qetë, thoshte unë do rri president, ta të bëjnë çfarë duan, por nuk mund të jemi qetë kur Shqipëria rrezikon të bjerë në gremin. E kam shpëtuar 2 herë Shqipërinë nga greminat ku ka dashur ta hedhë Edi Rama. E para të reformën drejtësi, kur do në bëndë një reformë, për ta kapë drejtësinë. Dhe për ta nxjerrë opozitën nga parlamenti, për ta përçarë, për ta poshtruar, për ta nxjerrë në çadër që para e viti. Dhe e dyta, kur donte të bënte zgjedhje pa opozitën, që përsëri do të ishte një rënje ngreminë e Shqipërisë, pavarësisht se LSI-ja edhe mund të përfitonte, se mund të merrte shumë herë më tepër mandate, duke përfituar nga kjo gjë, por LSI-ja dhe Ilir Meta nuk janë nisë asnjëherë thjesht nga interesat e tyre të momentit. Kjo është një forcë që gjithmonë i ka shërbyer stabilitetit të vendit, është i fortë që gjithmonë i ka shërbyer integrimit evropian të vendit. Për një kryetar qarku në Fier, Edi Rama ka bllokuar një vit procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe miratimin e 3 ligjeve, sepse statusi vetë kandidat do ishte marrë që në kohën që para vitit 2013, kohën e Berishës. Për një kryetar qarku në Fier ka bllokuar një vit procesin e integrimit evropian. Ky është vizioni i tij, kjo është përgjegjësiria e tij për vendin dhe mua më vjen keq, sepse secili nga ne duhet të fitojë eksperiencë, duhet të përmirësohet. Shikoni edhe vetë qeverinë e tij, pati fillim të mirë në 2 vitet e para dhe pastaj pati degradim të frikshëm që vazhdon dhe sot me shpejtësi të madhe, duke rrezikuar të çbëj edhe ato reforma të mira që u bën me vështirësi, me sakrifica, apo me mangësitë e tyre. Zoti Meta, na është mësuar veshit tashmë prej 10 ditësh me këto kritika të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe të Partisë Socialiste
në drejtim të njëra tjetrës, midis Metes dhe Ramës, por të them të vërtetën, një huaj të vi të dëgjoj këto tone, këto fjalë, këto kritika, këto sulme, dhe ti thuash që deri para disa javësh këta të dy kanë qenë bashkë, kanë qeverisur bashkë për 4 vjet, nuk do ta besonte. Sigurisht nuk ka se si ta besojsh, më tepër po dëgjonte që deri pa 2 muaj që PS-ja me LSI-n kishin bërë reforma të mëdha me partnerin strategjik dhe tani shikoj që LSI është problemi kryesor i qeverisjes, nuk ka si ta besoj. Madje një huaj edhe po të shikoj statistikat e drogës që kanë ndodhur nga Shqipëria në Europë dhe të shpallet vendi i dytë në botë për prodhimin e kanabisit, një vend me 28.000 km2, nuk ka se si ta besoj, dhe ndërkohë të dëgjoj dhe moral nga i kryeministër për reformë drejtësi, për luftë kundër korrupsionit, për luftë kundër krimit, ndërkohë që parlamenti mbush me kriminal, dhe ndërkohë që edhe nëse nuk janë propozuar në këto lista persona me rekorde kriminale, përsëri ata janë funksion të kësaj fushate në zona ndryshme të vendit, duke bërë presione, duke bërë shantazhe, duke cënuar vullnetin e qytetarëve, dhe natyrisht që është e vështirë ta besosh se si një kryeministër mund të kërkojë të fitojë në këtë mënyrë zgjedhjet në vitin 2017. Disa pyetje që vinë në formë kritike nga sigurisht nga kritikët tuaj, po nga Partia Socialiste, nga militantët, për cilat ju mund me jepni përgjigje. Ilir Meta po vret ende pa nisur detyrën presidentin e Republikës, atë që kushtetuta e përcakton qartë si përfaqësues të unitetit kombit. Ky nuk është militant i PS-s, ky është rilindas i padiskutueshëm dhe unë e përshëndes. Unë nuk do të lejoj askënd të vrasë zgjedhjet e lira në Shqipëri. Kushtetuta e Shqipërisë nuk ka asnjë vlerë në rast se këtu asgjësohen zgjedhjet e lira dhe demokratike. Kjo është kredoja ime, e angazhimit tim. Nuk është thjesht rezultati i LSI se mori disa mandate më shumë apo disa mandate më pak. Kjo duhet të jetë e qartë dhe duhet të jetë e prerë. Ky sulmi i LSI-s në këto momente është gjithçka që ajo bën për pushtet partijak. Kjo është tërësisht e pavërtetë. Në fakt, kjo nuk do më duke në një se partitë politike për pushtet partijak. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Kjo vjen nga logjika e tyre që mendojnë që të gjithë funksionojnë si punë e tyre. Është Edi Rama që po lufton të marrë tepsin me vete edhe për vete, si gjithmonë, dhe që ka shpallur prekosh një objektiv të parrishëm, as në ëndër nuk arrin 45 mandate, po gjë për të kapur 71 mandate, dhe këtu buron gjithë stresi, gjithë presioni, gjithë keqpërdorimi i shtetit, i institucioneve, cënimi standardit të zgjedhjeve. Pse takon LSI-s, LSI-ja nisi fushat shumë të qetë, të bazuar një program, nuk ka program Partia Socialiste. Shikoni, ka fjalë tepsi, timon. Tjetër, nuk është Petrit Vasili që po i shmanget Edi Ramës apo Lulzim Bashës nga i debat televiziv që njerëzit shikojnë dallimet me disë partive, programet me disë partive, përgjegjësitë me disë partive. Nuk është Ilir Meta që i shmanget Edi Ramës për të bërë një analizë të koalicionit PS-LSI. Madje kur ai ka filluar të flasë publikisht për këto çështje, unë e kam ftuar të ja të vi këtu në studio me ju, edhe ai, edhe të shohim marrëveshjen, edhe problemet e zbatimit të kësaj marrëveshje, që nga ana programore, edhe gjithçka tjetër që ai mendon që ka shqetësuar. Por Ilir Meta mbetet student i dhjetorit në raport me demokracinë, pavarësisht nga mangësitë që ka, pavarësisht nga të metat që ka. Ilir Meta ka luftuar për konsensus në të vend, për stabilitet në të vend. Tani ka ardhur momenti që duhet të luftojë dhe të frymëzojë gjithë të rinjtë e Shqipërisë për të mbrojtur të ardhmen e tyre. Slogani i Lëvizjes Socialiste për Integrim është LSI forcë e parë. Ata që duan t'ju kritikojnë dhe që ju kritikojnë thonë LSI thotë se Edi Rama e do gjithë pushtetin për vete. Vetë LSI-ja e ka presidentin, do dhe kryeministrin. Bëni si them unë, mos bëni si bëj unë? Nuk është e vërtet kjo. Së pari slogani LSI-s është një shans për të gjithë. LSI slogani kryesor, po. Shikojnë, pa i slogani, një shans për të gjithë. Slogani Ramës është një shans vetëm për oligarkët. Vetëm për oligarkët, më falë. Po ju dy ditë e fundit e keni me qef, forcë e parë, rinje pa parë. Po është rinje pa parë, s'ka ku ka rinje si rinje e LSI-s, nuk ka, është e jashtëzakonshme është. Po LSI forcë e parë e keni gjithë. Të rinjë të pa parë janë, nuk ka. Të rinjë të LSI-s janë të shkëlqyer, janë të jashtëzakonshëm. 3, në 4 senatorët zgjedhur në universitet nga studentët, janë të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe 2 prej tyre, Rea Kotani dhe Deana Kallogjerović, janë kandidate për deputete dhe do jenë deputete në parlamentin e ardhshëm. Rinia është kudo me LSI-n. Pse? Sepse LSI-ja është partia e trinjve. Nuk janë thjesht trinjtë e partisë. Është LSI-ja partia e tyre që i promovon, që i mbështet
që u jep protagonizmin, që kujdeset për shqetësimet e tyre, dhe kjo është pa diskutueshme. Përsa keni këtë shqetësimin për kryeministër dhe për president, se mos lësia i merr të dyja bashkë? Nuk ka si shqetësim. Nuk e kam unë. Jo, në qoftë se ka një teleshikus, po. Atëherë, unë nuk jam që lësia t'i ketë gjithë pushtetet. Lësi forcë e parë, në 25 qershor do dali patjetër, në varësi me rezultatin e përgjithshëm, ne jemi të hapur për çdo lloj zgjidhje që ndihmon stabilitetin afatgjat të vendit. Nuk është se unë president e kërkova me patjetër, përkundrazi, madje unë insistova që presidenti vjesh paket propozitën për të afruar, për të dhënë garanci për zgjidhje. Kështu që nuk kam asnjë problem unë edhe të jem ministër me Petrit Vasilin kryeministër. S'kam asnjë problem dhe presidenti një zgjidhje tjetër. Për mua është i rëndësishëm stabiliteti i vendit, janë të rëndësishme zgjedhjet si garanci për demokracinë dhe për legitimitetin e institucioneve dhe që t'japim një shansë gjithë shqiptare. Boll, tu kemi të njëjtët njerëz, njëjtët oligark që ndikonin edhe më përpara, që ndikojnë edhe tani, dhe shanset dhe mundësit për trinjtë e Shqipërisë vinë zvoglohen dhe Shqipëria braktiset çdo ditë. Do të thënë çdo lloj zgjidhje që thoni në funksion të kësaj paqe sociale. Jo të vetëm paqe, në stabilitetit të vendit, patjetër. Parashikon edhe dorëheqjen nga presidenti i vendit? Unë jam për çdo zgjidhje që ndihmon Shqipërinë, por ajo që shpëton Shqipërinë këto zgjedhje është lësi forcë e parë. Kjo është kryesore, sepse dy partitë e tjera, jo partitë, se kam respekt dhe për Partinë Socialiste si Parti Socialiste dhe për Partinë Demokratike si Parti Demokratike, dhe kam qenë tepër korrekt në bashkëpunim me këto forca politike, ata e din vetë, pavarësisht se çfarë janë detyruar të thonë. Edhe këta që shajnë lësin tani, se mendojnë do marrin vota nga lësia, dhe shohin që shumë njerëz që kanë qenë me ta besojnë lësin, në darkë ta të çojnë korrer. Që jo, po mos na veshin shumë për këto punë që themi, tani çfarë do themi ne, se ne po na ikin gjithë njerëzit me lësine, si ti mbajmë njerëzit, po normale, po të kuptohet pse habitesh për këtë. Mos habitem. Jo, po në politikë ju çdo gjë keni bërë. Për shembull ne unë për vendin do bëj çdo gjë të mirë. Vetëm ditët e fundit e morën vesh një takuar me Bashën. Po. Fshehurazi në ditët e Jo, si ishte fshehurazi, nuk ishte takim zyrtar. Do jasni lajm, po pse do bëj lajm unë? Sa herë takohemi Bashë do bëj lajm apo me një tjetër. S'kishte arsye të bëj lajm. Por unë Bashës në atë takim ku kanë qenë edhe dy të tjerë përveç Petrit Vasili dhe i tjetër, i kam thënë ato gjëra që i kam thënë dhe Ramës, ku ka qenë Petrit Vasili, Luan Rama, Kleda Gjosh, Angela Gaci dhe Gramoz Ruçi, të njëjta gjëra, dhe ato gjëra kam thënë dhe me Kalisterit që ka ardhur pas kërkesës time për PP-n, dhe unë çdo gjë që kam bërë, çdo gjë që bëj e bëj në radhë parë në interes të vendit. Kjo është e padiskutueshme. Kritik tjetër për Ilir Metën nga komentet. Keni thënë që kënaqësinë e dekretit të parë do të ishte emërimi Petrit Vasili si kryeministër. Dakor, mund ta thosh. Pa çlidhe ka kjo. A nuk tingëllon kjo se një ultimatum o lësi në qeveri kryeministër nga LSI-ja o hiç? Jo, absolutisht. Nuk ekziston ultimatumi. Është për individët që cënojnë standardet e zgjedhjeve. Cënon Petrit Vasili standardet e zgjedhjeve. Nuk ka dekret. As për Petrit Vasilin. Kjo është për të gjithë. Së dyti është shqetësimi që është shqetësimi Petrit Vasilin. Po patjetër, edhe pas mos e denoncoj Ilir Meta, do denoncoj ti si gazetar, do më thoshë mua ti the këtë gjë për tjerë. Petrit Vasili ka bërë këtë gjë, ka cënu standardin e zgjedhjeve këtu. Apo jo? Se këtu në veprimtaria kujdo tani këtu është publike. Po vjedhja e votave nuk bëhet publike. Bëhet në mënyrë të kamufluar dhe asnjë nuk e pranon. M'fal, cënimi i standardit të zgjedhjeve, cënimi i standardit të zgjedhjeve është i dukshëm edhe është edhe i provueshëm. Zoti Meta, në marrëdhëniet e LSI-s me Partinë Socialiste është në mod fjala bes, besnikëri etj etj dhe ju sot e keni këtë parasysh këtë parametër dhe është normale në politikë që dhe mund të përdoret. Në Partinë Socialiste thonë se nuk ishte besnikëri deklarimi juaj për qeveri teknike dhe zgjedhjet parakoshme në korrik të vitit 2016, pikërisht në atë moment delikat për Shqipërinë. E para moment ishte delikat. Ata i quajnë fikë mbat shpinë, quajnë pabesi. Kjo nuk është qëndrim Partisë Socialiste, kjo është qëndrimi i rilindjes. Pse? Kjo nuk është qëndrimi im në atë kohë. Shiko, unë këtë e kam lexuar nga Erion Braçe. Erion Braçe është po aq i vjetër sa ju në Partinë Socialiste. A ka mundësi të flasim seriozisht tani? Po. Unë do të flas seriozisht tani. Çfarë do të flas seriozisht, flasim seriozisht. Është e vërtetë që një javë përpara se reforma të bëjë me konsensus. Dhe roli im ka qenë jashtëzakonshëm në këtë çështje. Dhe unë kam bërë qartë që nëse kjo gjë nuk bëhet me konsensus dhe opozita nuk ka vullnetin që ta votojë këtë gjë, por i duhet dhënë mundësia ta votojë për ato çështje që ka të drejtë, unë do ta votoj prapë, se kisha dhënë fjalën, por kryetar parlamenti unë nuk do të rrimë, sepse
s'mund të ri kryetari i parlamenti që nuk ka më opozit aty dhe që miraton reformë kushtetuese, kaq të rëndësishme në mënyrë të njëanshme, edhe këto janë publike. Dhe sigurisht që s'ka njëri dyshim që unë nuk do ta kisha bërë këtë gjë, se kur kam ikë nga kryeministri, kam ikë nga zëvendës kryeministër, ministri i jashtëm, sigurisht që do ikë edhe nga opozicion. Ajo që unë kam të thënë nuk ka qenë për mbes ndaj Partisë së Përkundërzi. Ajo ka qenë për të bërë presionin maksimal që të miratoj reforma me konsensus me opozitën. Unë si kam dhënë mbes Partisë Socialiste që do bëja një reformë në drejtësi në mënyrë të njëanshme dhe pa opozitën. Jo. Unë i kam dhënë mbes Partisë Socialiste, Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shqiptarëve për një gjë, që po reforma në drejtësi po, me konsensus dhe sipas standardeve të Venecias. Kjo është. Dhe ata nuk e kanë kundërshtuar, sepse po të shikosh marrëveshjen e Shkodrës, LSI, PS, për gjithë ata s'ke lexuar, është që ne gjithë reformat e mëdha do t'i bëjmë me konsensus, jo thjesht PS LSI, po me konsensus edhe me opozitën dhe me shoqërinë civile e tjerë. Kështu që nuk kam prerë njëri mbes. Dhe debatet e mia kanë qenë shumë të forta dhe me zotin Rama dhe me zotin Ruçi për muaj të tërë në atë kohë, që duhet ta bëjmë me konsensus dhe të lutem mos e provoko opozitën. Dhe ai thoshte po, dhe sa mbaroja unë, dilte edhe thoshten për televizione se do futen në burg, ata të Gërdecit, do futen në burg, ata të Rrugës Kombit, Luli këtu, Saliu aty, etj. Kur interesi i vendit ishte që kjo të bëj me konsensus. Përndryshe ai ishte një reformë asgjësuar e vdekur që ndjep dhe më fal, dhe pa u bëra me konsensus siç u bë. Dhe këtu roli im nuk besoj se ka dyshim njeri që ishte një rol i parëndësishëm, Shqipëria nuk do kishte marrë kur rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian, sepse një kriter kyç i Bashkimit Evropian është dialogu politik dhe askush nuk do të pranonte që të hidhej një hap përpara për integrimin evropian për këtë gjë. Në Partinë Socialiste thonë se nuk ishte i sinqert qëndrimi i Ilir Metës në kohën e 3 muajve të protestës së PD-s në Çadër. Qëndrim i paqartë, ambig, i paqartë, i dyshimt. Nuk do mere rilindjen nuk merem. 3 prillin kur Meta kushtëzon vijimin e koalicionit me dëgjimin e kërkesave të opozitës. Si gjë. Tani, mos më nga tropë pësën me rilindjen, janë dy gjëra të ndara, për mendimin tim. Rilindja bazohet tek manipulimi, falsifikimi, keq interpretimi i gjërave dhe mungesa e dëshirës për ballafaqim. Po të qese Edi Rama kishte drejt në këto gjëra që ai i shpërndan her pas here diku vet, diku përmes dhënësve të rilindjes. Ta quajmë rilindje. Fal. Edi Rama dilte me mua këtu tek ju në çdo moment dhe keni dhe një javë kohë, të japin këtë mundësi dha ti dhe mua për të verifikuar lojalitetin, seriozitetin, parimësinë e qëndrimit të njërit apo të tjetrit. Këto janë lojra kalamajsh, shqiptarët i dinë shumë qartë qëndrimet e mia. Qëndrimi im për opozitën ka qenë ky. Opozita ka drejt për drogën dhe për drogën LSI ka fol para Lulbashës. Lulbasha kujtu për drogën vetëm kur humbi bashkinë e Dibrës. Vetëm atëherë e gjeti dhe si mënyrë justifikimi për humbjen, por nuk është se aty s'kishte edhe ca probleme tjera. Së dyti, për dekriminalizimin, LSI-ja ka qenë gjithmonë për dekriminalizimin si proces. Dhe ju dini shumë që nuk ka porosit LSI-ja rrajen e deputetëve të opozitës në parlament. Kështu që këto kanë qenë çështje të qarta për LSI-n. I ka ardhur mirë apo jo rilindjes, jo PS-s. Se nuk mendoj që PS-ja është për drogën. Nuk mendoj që PS-ja është për kriminalizimin. PS-ja s'ka pas lidhje. Berisha i ka angazhuar dikur edhe e filloi këtë punë e përfshirjes së të fortë në politik. PS-ja ka pas njerëz qytetar, ka pas njerëz intelektual, të cilët tani as dëgjohen, as llogaritën dhe as përfshihen. Për këto gjëra ne kemi dhënë drejt opozitës. Dhe opozita ka nevojë të ketë garanci për zgjedhje, po, por nuk i kemi dhënë të drejtë përheqjen e Edi Ramës, pavarësisht se unë i kam dhënë këshill Edi Ramës. I kam thënë, zgjidhje kësaj pune, se ne nuk bëjmë zgjedhje pa opozitën, mund të jetë cakto një kryeministër tjetër nga PS-ja, dil vetë bëj fushat, ne hym koalicion bashkë PS-LSI, ne PS-LSI nuk diskutohet doon që fitoria është e paparë dhe pas zgjedhjeve ti vazhdo prapë. Ju po thoni që LSI-ja nuk ka pasur pranë vetes njerëz të fortë dhe nuk i është përgjigjur Partisë Demokratike në kohën e të fortë dhe me njerëz të fortë, se beson njëri këtë. Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka pasur as i deputet me rekorde kriminale. Njëri që doli më pas, që ne nuk e dinim, ai u kap nga rilindja dhe shumë mirë dhe nuk është më deputet. Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka asnjë kryetar bashkie i cili të ketë pasur apo të ketë rekorde kriminale. Dhe gjithmonë kur një zyrtar ka dalë me këto probleme,
LSI-ja është distancuar nga zyrtarë të tillë. Në rilindja po të doni ju, me qënë se ma prisni pyetjen me fjalën rilindja. Po patjetër, se për mua është tjetër PS-ja. Se nuk ishte besnikëri e Ilir Metës takimi i partive të vogla në 17 maj tani. Po pse s'ishte besnikëri? Kështu thonë. Po thonë, sepse rilindja donte zgjedhje pa opozitën. Ilir Meta ka thënë me kohë që të bësh zgjedhje pa opozitën është çmenduri. Është çmenduri sepse ne e dim ç'a ndodhi në 96-ën, u bën me opozitën në 96-ën. Dhe dim se ç'a ndodhi mas 96-ës, ndodhi në 97-a. Kështu që qëndrimi im ka qenë shumë i qartë. Edhe kur jam bërë president, jam bërë gjithmonë me idenë që kjo mund ndihmonte për të zgjidhur krizën dhe e dyta edhe për të shpëtuar institucionin e presidencës nga një moment i legitimiteti, në rast se opozita nuk do të hynte vërtet në zgjedhje dhe presidenti do ngelesh për të zgjedhur nga një parlament i kontestuar pa futjen e opozitës në zgjedhje. Por dhe në momentin merrni, shikoni, lexoni, dëgjoni që jam zgjedhur president në parlament, çfarë kam thënë? Do bëjmë çdo përpjekje, të fusim opozitën. Kjo ka qenë e vazhdueshme, edhe një ditë para se të vinte zyrtari amerikan, Petrit Vasili ka dalë, hapur, edhe ka thënë që kjo vizitë është një shans për të gjithë, që ta mbyllim këtë punë me një marrëveshje, të fusim opozitën se nuk do të bëjmë gazi botës. Dhe ditën tjetër në mëngjes, pra Petrit Vasili ka bërë këtë deklaratë dhe unë kam bërë të qartë që të zbatohet paketa me Kalisterit, jam i gatshëm edhe të jap dorëheqje nga posti i presidentit që isha zgjedhur, meqense zgjedhja e presidentit ishte në pikat e para të paketës me Kalisterit. Çfarë pabesie ka këtu? Pabesia që rilindja, pabesin që kanë gjak, gjithmonë kërkon të faturojë të tjerëve. Rilindja thotë që Ilir Meta u tall me ne që nuk ju përgjigj prej 6 muajve të paktën thirrjes apo ftesës më mirë për koalicion, për ta shpallur koalicionin. E shpallte në fakt në forumet e veta Partia Socialiste, nuk merrte përgjigje nga Ilir Meta. Se pari Partia Socialiste ose leadershipi i rilindjes nuk ka qenë asnjëherë serioz këtë çështje. Ne gjithmonë kemi kërkuar për të bërë një analizë për koalicionin 4 vjet. Do shpallim koalicionin për 4 vjet. Do bëjmë një analizë to 4 vjet si funksionoi koalicioni. Çështjet programore, çfarë u realizua, çfarë s'u realizua, u hapën 300.000 vende pune, u hapën 100.000 vende pune, çfarë efektiviteti patën këto koncesionet, çfarë rezultati pati reforma në arsim. Dhe nëse do bëjmë 4 vjet të ardhshme, atëherë çfarë do rishikojmë, çfarë do të përmirësojmë, se vërtet janë bërë ca gjëra të mira, po janë shumë gjëra që s'janë bërë. Pra, nuk ka pasur asnjëherë një vullnet real për një koalicion real. To kanë qenë lojra mediatike. Në Shkodër keni thënë, zoti Meta, se mafia e plerave është sponsorizuese e një marrëveshje të paqen. Çfarë keni parasysh konkretisht? Padyshim që mafia e plerave është një rrezik i madh për Europën, jo më për një vend fragjil si Shqipëria. Në rastin konkret, konkretisht, patjetër që mafia e plerave në Itali është një problem. Në rastin konkret, unë jam më tepër i shqetësuar për këtë fenomen, sepse është fenomen tepër shkatrues për imazhin e vendit në të ardhmen. Është një vend që mbështetet fort tek turizmi, tek bujqësia, është një vend shumë i pasur me ujëra, janë një pasuri e madhe për vendin tonë që nuk kemi ditur ta shfrytëzojmë siç duhet deri tani. Kështu që do ta shikojmë dhe do ta ndjekim me tepër vëmendje dhe vigjilencë të çështje bashkë me shoqërinë civile, me gjithë opinionin publik. Po keni thënë është sponsorizuese marrëveshjes, mafia e plerave. Ka dyshime serioze për përpjekjen e tyre për të ndikuar politikisht në vend në mënyrë që të ketë mundësi të bëjë ato veprime që si bën dot vendet tjera që kanë institucione të forta, të qëndrueshme të bëjnë vendin tonë. Në vendin tonë, ku të gjithë jemi dëshmitar që fiken skanerat e doganave kur kalojnë tonelata me drogë për në Itali. Po pse do të sponsorizonte atë marrëveshje dhe jo marrëveshjen Meta Rama ose Meta bashkë? Kur nuk do të mbështeste një vepër të tillë kriminale ndaj Shqipërisë dhe të ardhmës saj. Ndërkohë që i keni votuar të dy herët ligjin. Ka qenë me kusht të qartë për monitorimin e shoqërisë civile dhe pas kthimit nga presidenti kemi qenë të qartë që kjo gjë duhet të ribër nga e para me shoqërinë civile dhe kemi deklaruar vetëm me ekspertë e shoqërisë civile kur t'japin ata okejn, ne mund ta pranojmë këtë gjë, sepse ligji si në përmbajtje nuk mund të themi se ka element kriminal, por strukturat ka marrë okej nga Europa në fakt. Europa mund të marrim çdo lloj. Tekst apo jo? Okej, kjo është e vërtetë. Nuk po flasim për tekstin. Po flasim për zbatimin. Si tekst, skaneri duhet punojë gjithkohon. Po si shpjegohet që skanerat fiken kur kalojnë tonelatat e drogës, 20 tonelata drogë për në Itali, kjo gjë mund të ketë ndodhur dhe mund ndodhi edhe për mbetjet. Kështu që prandaj duhet një vëmendje mjaft e madhe, sepse ky nuk është vendi ynë. Ky është vendi i fëmijëve tanë, i nipërve tanë, i mbesave tona dhe ka disa çështje
ku duhet të jemi ekstremisht të përgjegjshëm para vendit. Zoti Meta, një ndërprerje të shkurtër përpara se të kalojmë te pjesa e tretë.